Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po vazhdojmë të takohemi sërish së bashku në kanalin Monitor TV, këtë herë për t'i dhënë vëmendje Laert Vasilit. Laert Vasili, siç duket, ka filluar që të merr veten nga hatërmbetja, nga inati, nga mlefi që krijoi me produksionin e Big Brotherit dhe natën e mbrëmshme ka qenë në xhirim së bashku me Rozana Radin, domethënë dy personazhe që në fakt thanë që nuk njiheshin, nuk kishin shumë afrimitet, thjesht ashtu komshinja aty te lagja, kishin pirë një kafe me një Mario para shumë vitesh dhe ajo kishte mbet, por nga to kuptuam një marrëdhënie shumë të afërt, një marrëdhënie shumë të ëmbël, domethënë nga këto marrëdhënie që të japin energji pozitive, nga këto marrëdhënie që të japin shumë dashuri. Dhe natën e mbrëmshme në AG Show, domethënë Aurela Gaçe Show, një spektakël që transmetohet edhe në Top Channel çdo të enjte në ora 21, të ftuar ishin Rozana Radi dhe Laert Vasili. Laerti normalisht në këndin e aktorit, në linjën e tij të jetës shumë të suksesshme dhe shumë të bujshme për publikun shqiptar, dhe Rozana Radi, një artiste e madhe, një tekstshkruese e fuqishme e shumë këngëve dhe një këngëtare që gjithmonë me zërin e saj ka dhënë mesazhe të forta në publikun shqiptar. Të ftuar që të dy kënduan këngë të ndryshme. Rozana Radi riktheu hitin e saj të dikurshëm me Noizin në skenë, këtë herë të kënduar me Aurela Gaçe, ndërsa Laerti u gjit në skenë për të bërë një prezantim dhe një falënderim ndaj publikut shqiptar. Ndër këtë, për marrëdhënien e tyre, Laerti ka bërë një reagim shumë interesant ndaj Valbonës, pasi Valbona i kushtoi një këngë Laertit me një këngëtare franceze. Ditë më parë, Laerti ka bërë një reagim që në një lokal pranë një banakut me një ekran kompjuterit të një banakut, një lokali që është Laerti, është afruar pranë ekranit dhe po i kushton një këngë Valbonës që në tekst brënda është fjala fuck you. Dhe thënë fuck you, Laerti i thot Valbonës për të gjitha fjalët që Valbona ka thënë për Laerti. Ndoshta e ka për këtë fenomenin e tipi që Valbona ka qenë e ftuar në emisionin e Ronaldo Sharkës dhe aty e denigroi deri diku personazhin e Laertit, dhe kjo ka qenë në fakt debati, le të themi, që Laerti ka bërë nëpërmjet këngëve me Valbonën pasi është larguar nga shtëpia e Big Brotherit. Kjo gjëja, me patjetër që nuk ka qëndruar pa marrë jehonën e madhe dhe pa u komentuar nga ndjekësit përse Laerti dhe Valbona duhet të vazhdojnë luftën tash pas përfundimit të Big Brotherit, edhe pse nga Ledioni u pyet në natën e finales drejt nënës Rebeka a do të sjell Valbonën aty për djalin tënd, për Laertin, dhe nëna Rebeka tha silli të gjitha, do me thënë nuk është se konkretizoi sille Valbonën, në kupton që dhe familja e Laertit nuk kanë qenë dakord për Valbonën, sepse Valbona pak ka përdorur edhe gjuhë të ulët për prindërit e Laertit, për nënën, për motrën, dhe kështu që Laerti ka vazhduar shoqërinë e tij dhe afërsinë e tij me Rozana Radin, dhe këtë gjë po e bëjnë edhe jashtë shtëpisë së Big Brotherit, por nuk ndalon së godituri Valbona Mhillin. Si u duket raporti që tashmë Laerti e ka ndërtuar me Valbonën, dua të marr mendimin tuaj.